Përkat që ne kthehemi problemeve tona, kthehemi në kryeqytet dhe ashtu siç thash, do të kemi mundësi që të shohim dhe të vizitojmë një prej tregjeve që i kemi këtu dhe të shohim se cilat janë çmimet të cilat sillen aktualisht në produktet të cilat blehen në treg, çfarë janë komentet e shitësve dhe po ashtu edhe të qytetarëve, konsumatorëve në këtë rast rreth lëvizjes së çmimeve në vendin tonë. Shohim bashkë materialin e kolegut Ahmet Mahove. Përveç problemit me rrymë, qytetarët po përballen çdo ditë edhe me ngritjen e vazhdueshme të çmimeve të produkteve, veçanërisht atyre bazike, të cilat janë bërë gjithnjë e më të papërballueshme. Ngritja e vazhdueshme e tyre po e vështirëson gjithnjë më shumë jetën dhe se produktet bazike sot po shndrohen në barë serioze për buxhetin familjar. Qytetarët shprehen se shporta e konsumatorit po bëhet gjithnjë më e shtrenjtë, ndërkohë që sasia produkteve që mund të blihen me të njëjtat të ardhura po zvoglohet. Ka rritje, në krahasim me të ardhurat që kemi na. E vërtet që jemi shumë jemi të nivel më të ulët. Po thuajti që tash po duhet mi problem. Për mua personalisht, unë jam pensioner, edhe ato pensioner 150 euro. Se nuk po i pranojnë kontributit, po 150 plus 1. Po harnohemi që besa artikujt edhe në treg që të për rritin vetë tregtarët. Se atje blenë në tregun e madhe, blenë disa ma lirë, kështu shetë mashtet. Mu më ka ndodhë rasti që në qatë vend që dy, shkome bile banane, sa banane, thash 1 euro. Thash, ami 2 kila, kurerë tjetë, thash, sa e ki banane, tha veç të pasit tjetë, tha veç që bëne, tha, shtetoj, tha se veç edhe unë i kam. Thash, ti në shtetoj, që tu pa i morë që të shpim se luj, ju të një masane i bëne që ka dane. E është puna që masi s'po ka kontrol, me pas një kontrol që është duhet të milëshu çdo vend, po jo me milëshu kontrol të që shqitën me pare, po kontrol që janë të tamam për shtet. Edhe atëherë kishme pas ndryshe edhe çmimet edhe shqicit edhe çdo kush. Për ka rritje çmimeve, si jem bashkë, po për ka rritje sociale, ekonomike, na si pensionat për dini, se qysh jem, e për që ato për ditë jemi të dollë pasort, të këshirë shmimet, në për marketat të njekë shmimet, e që shtu për në shkoj jeta. A ka rritje të çmimeve, qoftë në marketet, qoftë në treg? Në për marketet ka shumë, në për marketet, po pazari është apet pak me rëshëm, po jeta që shtu për në shkoj. Ata gjithashtu kërkojnë ndërmarrjen e masave konkrete, duke theksuar se të ardhurat mujore janë të pamjaftueshme në raport me shpenzimet. Zakonisht artikujt të shqimuar janë tepër shtrejt. Edhe ditës janë veç të shtrejtue. Çka është kjo? Dikur do të më ndërmorë diçka. E vaj halli për pensionerët, me paga pensionera sa morën, cilat i shkojnë thujesë në barë në krejt, këtë tjerat vaj halde për ta. E do të me ndërmorë dhe shka me ndërhyje, me stabilizu këtë të rritin smyme përgjithësit gjitha, e në ashtë analën dikun se është jeta shumë e shtrajt. është rritje smyme. Ajo, me kësi i binë për ku me ditë kushit, hajde, po Kosova është e vogël, për shumë me përdhimet janë dhe venit tonë, e do të me kosmimet pak ma të arsyeshme, a i pej Maqedenisa, pej ku me ditë kushit, e atina pej paguat, po dhe tina farmerit të unë i paguat, me qitë me një shmim të arsyeshme. E tregtarët ngritjen e çmimeve e arsyetojnë kryesisht me varësinë nga importi, duke theksuar se rritja e kostove të produkteve të importuara dhe ngritja e çmimit të energjisë po ndikojnë drejt për së drejti në çmimin final ndaj konsumatorëve. Ka ngritje 20-30%, se pak është koha e dimrit, janari ma çdo vit, jo veç këtë vit, po ka ngritje, prej 20-30%. E është furnizimi këtë jashtë vendit. Do mund të çdo produkt që është jashtë vendit është më i shtrejtë. Këto vendorët janë shumë të njësoj, sikur vitin e kaluar me këtë vit. Është pak më shtrejtë se ke pak të ditë ftoft, edhe do të më siguru molli më shumë, për temperatura minus janë, në për magazina, në për sene, edhe ato tash për shumë në rryma shtrejtë, sene ka kosta.
çdo sen ka kosta, ka shpenzim, ka harxhim. Që ato tani marrim këtu sene dhe jenë pak më shtajt. Ngritja e çmimeve vërehet më shumë tek zarzevatet dhe frutat, ndërsa ngritja e çmimeve ka edhe për zarzevatet dhe frutat vendore, por jo në krahasim me ato të importuarat. Po ka në mandarina, portokalli, domatja, trongujt, lakra, gjitha këto që ka vinë për vendet jashtit, jenë më shtajt. Jo veç këtë vit, po çdo vit në vazhdim do mund janori dhe shkurt jenë më shtajt. Pasule, qëta që e ka njëtë më shqit dhe në 8 euro kila. Ka për 2 regjive dhe në 8 euro. Për pasule i Kosovës. Pse nuk për financion ministria, nuk për jep, ata s'kan qore pa me paret vetanjake pa e mërë. Të ministria nuk përna një mën kur gjë, edhe kështu që edhe për shetë të regun, nuk ka sektora s'ka kur gjë. Mandarina për të kohë dhe vjen për jashtet, ka rritja pa madhe, po që lang na 20-30 cent, që s'ka që unë s'ka kur gjë, edhe kumpira që ashtu këtë lirë, madhe për edhimi me dorë shumë lirë. Që struja, këtë të sanë që në shajtuve, për poshtë që të sanë në metë lirë, lang na të kështu. Shkur mos me prodhu në Kosovë heq, këtë mas shumë të pru për Greqie, Turqie, Shqipëris një pjesë, se këtu pa prodhim badjava është. E që ta dhe rritja që mi me botë. Për me perime, do shmi pas venin e saksumë se ngrisat e këto prishën. Ti do shme punu me najtë zemi apo nëjë rrymë ati qka, a rryma shumë është shtajtë. Për gjithësi, rryma është katastrofë. Ndryshe, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit për muajin dhjetor 2025 shënoi një rritje mesatare prej 5.3% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Kjo rritje u ndikua kryesisht nga shtrëngtimi i pemëve energjisë elektrike me 18.3%, mishit, lëndëve djegëse të ngurta, si druri dhe peleti dhe produktet ushqimore si qumshti, djathi dhe vezet me 9.8%, buka dhe dritrat 5.3%, ndërsa rënjet e çmimeve sipas ASK-s vërehet te karburantet dhe lubrifikantet për pajisjet e transportit personal me minus 4.6%. Kryetari i shoqatës së konsumatorit, Selatin Kaçaniku, ka thënë se ka rritje reale të çmimeve, ndërsa zbritjet nuk vrehen. Ai ka theksuar se çdo lëvizje në treg rëndon mbi konsumatorin, i cili njëkohësisht është edhe taksapagues. Sipas tij, shtresa që dikur konsiderohej e varfër tashmë ka falimentuar, ndërsa shtresa e mesme po mbijeton prej kohësh përmes kredive, çka sipas tij dëshmon mungesë të politikave dhe programeve serioze për mbrojtjen e konsumatorit nga ana e qeverive.